nuk vije nga qielli, apo jo? Jo, është e vërtet ato që thua, po unë thash, këto mëra ditës nuk mund më bo. Po qeveria aktuale është që 5 vjetë, o do është me pojtë një plan strategjik. Sa i përket planeve të partive opozitore e këtyn e tjereve, edhe partisë më pushtet që është i ka shpëtu ChatGPT-a, se pe pysin ChatGPT-in, pyje jepë një përshkrim, një description, një përshkrim edhe për ta qesin letër. Po pa analizu, sepse nuk merë përgjithësi për ata që ka shkru dhe ato që flet. Që shambull konkret, e ki opozitin, ku është sët opozita? Te i dje, janë mytë në për televizionet, të nga bo, na kena me bo këto, këna... A ka ndonë e alternativë opozita, tash aktualisht? Vetëm se ka ndonë 2 ditë e fundit pa përfundu, kanë deklaru me këto në rretët sociale që ne jemi kundër shtetimit e energjisë, po si e pa alternativë. Dhe tash, unë po dalë në anën e qytetarit, edhe në anën e një biznismeni. Dhe dhënë, qeveria është inexistente për biznesin dhe për qytetarin. Nuk e ka objektiv qytetarin, pas biznesin. Partit opozitore janë inexistente për qytetarin. Vetëm për interesat e të në grupore, klanore, tjere. Sa i përket zgjidhjes, e përmena për përsëri. Gjatë dimrit, pse energji, gjatë dimrit ne kena nevoj, 3 mujdete që kemi ma kërkes pak matë madhe energetike, në konsum energjisë elektrike, ne kemi me arrit marrëveshje me Shqipërinë. Unë kam informacione që është shkput marrëveshja me Shqipërinë. Për këtë arsye kemi pas reduktime të energjisë elektrike gjatë muajit dhjetor. E para, e dyta, kena mundësi që tash që jemi në muajin mars, po fillojmë prilin, dhe kena mundësi që me na 6-7 mujve, 8 mujve, me bonina një zgjidhje me lidhje me panelet solare. Pse mës me bonina një zgjidhje? Pse me shku një procedurë burokratike një gjë të tillë? Pse me shku? Mjafton ta prodhojmë, sepse ne prodhojmë energji, Shqipëria dhe Moli Zi ka nevojë gjatë verës për energji elektrike. Na mujna me afshit atë në kompenzim për na i kthy atë. Kështu ka funksionu disa marrëveshje për vitet tona. Po kanë funksionu, po është prish. Diçka e re. Po unë po tham për me bën një zgjidhje, nuk është e re, është shumë e vërtet. Po na për një periudhë caktuar kohore, për periudhë pak më afatmesme dhe afatgjote, çfarë besoni që do të jetë zgjidhja? Për shembull, nëse ju pyes. Po e shihni që Qymyri, Thëngjilli, për shumë shtete edhe është rikthyer si një ide. Për Gjermaninë, për shembull, Gjermaninë. Ose Poloninë, ose Austrinë. Në Austria më pak, po për shembull Polonia dhe Gjermania, po nëse shohim edhe Franca deri një mos. Tash, nëse këto vende kanë rikthyer ndërtimi i një termocentrali, është parë që viteve të fundit pothuajse i pamundur, nuk gjen mbështetje, nuk gjen prodhues që vinë për shkak të ndotjes ambientit edhe të agjendave të ndryshme. A du të arimendoj këtë Kosovë? A ka mundësi, apo kapacitetet ekzistuese du të riformësohen komplet edhe gjenerimi të shtohet në këto që kemi, A1, A2, B1, B2, që të shtohet prodhimi energjisë elektrike. Si ishin ju zgjidhur më afatgjate? Shiqa, në periudhë afatgjat, kisha mendu që të paktën s'pari ta zgjidhmi problemin periudhë afatshkurt, që të thash përmena pak më herët punën e marrëveshjes, e para dhe e dyta punën e investimeve me panele solare, të cilën me pas levardi ekonomike dhe ata të cilët investojnë, të cilën ja shesin keskët. Për shembull, nëse unë investoj në panele solare, me pas një çmim të arsyeshëm që unë më nxjerr ato investime të cilët i kam investuar në panele solare. E treta, për investimet, do të me punu në drejtimin që me shfrytzu në burime natyrore Thëngjillin, po jo me konvertu një farforme. Mujna me konvertu edhe në naftë edhe në naftë sintetike dhe mujna me prodhu gaz natural. Dhe në kuadër të kësaj na mujna me zgjidh një problem. Mirë po, a ka kapacitet qeveria buxhetor për me bojnë investimet të tilla? Nuk ka kapacitet. Unë shoh që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shfrytzu mundësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës për shfrytëzimin e energjisë ripërtërshme, duke marrë kredi dhe duke marrë sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe tash, cili kishte qenë modeli jonë? Modeli jonë kishte qenë më i mirë dhe më i përshtatshëm me thirr investitor të mëdhej dhe me ardhmë me investu që ta konvertojmë që linitin, ta konvertojmë dhe sepse Kosova ashtu kështu nuk ka ndaj farë konsumus shumë i madh, po të paktën jemi ne edhe eksportues, se është shumë e rëndësishme. Ne jemi edhe eksportues, jo vetëm ka pas disa marrëveshje për shembull
për eksportimin e një pjesë të ngjillit edhe për Maqedoninë e Veriut, por gjitha kanë mbet letra, është një sektor goxha specifik, zoti Misini, që t'ju rikthehemi prej ku e nesëm. Të shtunën ka protest, këtë javë mund të kemi vendime të zëres, me qenë se është paralajmëruar prej 1 prilli që ne kemi fatura tjera. Çfarë besoni? A besoni që reagimi qytetar do ja ndryshoj mendjen zëres, a besoni do të ketë ndërhyrje qeveritare për ta zbutur këtë krizë që kemi, apo cila është zgjidhja në fundit? Çfarë besoni që ndodh me 25 prill kur faturat na vijnë këtu në Prishtinë, nuk e di në zona tjera. A do të vinë të rritura apo si e parashini? Shiqa, unë mendoj të varësisht se është sot do t'jetë pulsi publik, sot do t'jenë numri i madh i qytetarëve në protesta. Nëse është numri i madh, unë besoj që ndërhyjnë qeveria. Nëse është numri i vogël e heq shtu kapak edhe largohet edhe thot, okej, çmimet e energjisë nuk patëm zgjidhje dhe na ngretën. Unë edhe njerë përsëriti po dalë te fundi. Nuk me kuptu pse s'janë transparent, pse se kanë shfrytzuar mediumet publike, me dalë, me na arsyetu, me na bind që ashtu është. Nuk e di, për shembull që rastin konkret, në Zvicër është zvoglu çmimi i energjisë elektrike për 10%. Atë sa ka tonat për kokë banori Zvicra. $99,000 për kokë banori. Atë sa i kemi në evre. Thot, bazon në raportet e Ballkanit Perëndimor të energjia elektrike është e lirë. Po, veç, na 16 vjetë mrapa malit zina. Me tonat. Tonat për kokë banori kina ma të tullë në rajan. Papunësin ma të lartë në rajan. Varfrin ma të lartë në rajan. Dhe ndër problemet kryesore sot qytetarëve të Kosovës është, si pas raportit të UNDP-s, kosto e jetesës. Dhe ta është të shkën t'ja ngretë çmimin, mineren automatikisht i bje kualiteti jetës qytetarit. Dhe çka detyron, dhe kjo në aspektin e bizneseve, ka shkon në mënyrë sinqerore, sepse ne po dojmë mi thirr bizneset për me punësu njerëz më shumë. Dhe tash nëse ai arrit kostën operative, ai më nuk kanë konkurrent treg të mirëfillt me kompani tjera. Dhe i bie sasia e shitjes, sepse ju ka rrit çmimi. Kur i bie sasia e shitjes, që ju ka rrit çmimi, ai detyrohet me largu punëtor prej punës. Kjo ka efektin sinqeror dhe efektet janë shumë të mëdha. Dhe kështu që unë mendoj që qeveria duhet të reflektoj. Unë mendoj që të shtunën duhet me dalë si protesta, sepse nëpërmjet protestave ne mujna me ndalë këto, nëse quj këto problematikat të cilat na i sjell vetë qeveria. Edhe në fond viktimizohet që thotë jo, unë nuk jam fajtor, nuk kam çka baj. Jo, ti je përgjegjësi kryesor. Sepse unë nuk ja besoj votën zërejës. Unë as nuk e një kryetarin e zërejës. Unë ja besoj votën një lideri politik të cilën ma lehtëson jetën. Po jo, me ma vështërsu jetën. Sepse ne po flasmi për 2020-ës, 2020, vetë një shembull po ta marr. Për 2020-ës deri në 2025-ën aktualisht, 3 produktet elementare konsumit që përdoremi për çdo ditë, edhe 3 produktet i komor për bazë të higjienës janë rritë mbi 51%. Imagjino, 51% na kanë rritë. Nëse ta më thonë, në vend që na e dim që ne nuk kemi, ka shumë faktor të jashtëm. Faktori jashtëm është lufta e tjerë. Mirë, po na ta zaventsojmë që produkt, na disa produkte mujna me prodhu vetë, s'kena nevojë me importu. Mirë, po politikat, të më thonë, shteti ekziston nëpërmjet 2 mekanizma kryesor, politikës fiskale dhe politikës monetare. Politikës monetare e kemi të kufizuar për shkak sistemeve që jemi në valutë euro, mirë, po kemi hapësira përsëri stimuluese për me konsumu produktet vendore. Është pa imagjinueshme neve me na rrit importi. E pa imagjinueshme, sepse importi varfron ekonominë e vendit. Eksporti pasuron ekonominë e vendit. Gjithsesi, falenderoj shumë për kohën që kishe sënë të përne. Ishte kënaqësi.